Të nderuar ndjekës të faqeve tona. Sot jemi këtu në Letnes pranë varrit të At Anton Marevicit. Në ditën përkujtimore të vdekjes së tij, një vend dhe një ditë që na rikujton rënjët e besimit dhe sakrificës sonë. Në këtë hapësirë kujtese zhvillojmë një bashkëbisedim me Monsinjor Lëviz Xhexhin për martyrën shqiptar të Karadakut të viteve 1846 deri në vitin 48, dëshmitar të gjallë të fesë, ndërgjegjës dhe identitetit tonë. Monsinjor Lëviz Xhexhi, është kënaqësi dhe nder që kemi ju sot me ne. Faleminderit, është kënaqësi dhe mundësi edhe për mua që të komunikojmë me njerëz të cilët e kanë vullnetin dhe zemrën e mirë dhe janë në kërkim të asaj çka është e vërteta e mbi të gjitha jeta. Prandaj sot jemi këtu në shenjë të nderimit dhe të falënderimit për këtë vëlla mështar i cili e dëshmoj vetveten se e don Zotin, kishën, pra besimtar, paraardhësit tanë, ma tepër se vetveten, dhe nuk kursej asgjë për flijoj edhe jetën për dëshminë e besimit të tyre. Kush ishte At Anton Marevici dhe çfarë roli pati në udhëheqjen shpirtërore të martyrëve të Karadakut? At Anton Marevici, si që keni shënimet edhe këtu, është një franceskan, pra frat, si thot populli, i cili prej ardhin e ka prej Starigradit të Hvarit, Kroacia, dhe ishte misionar në Shqipëri, në Lezhë. Ai përjetoi një tragjedi jo vetëm personale, por edhe të bashkësisë që e udhëheqte, sepse turqit e rënun dhe dogjën kishën katolike në Lezhë, ku ai shërbente dhe masakruan një pjesë të besimtarëve. Në këtë gjendje, ai në biseda me bashkëvëllazër dëgjoi për Letnicën dhe Karadakun tonë, apo malin e zi të Shkupit, ku i thanë franceskanët se ka shumë kripto-katolik, apo si që qunë populli me emërtimin popullor Laraman. E atëherë a ju tha e prorëve të vetë, unë do të shkoja atje me vullnet dhe se ju më lejoni. Kështu pra ai erdhi në Letnicë dhe ishte afër 8 vite famullitar në Letnicë. Unë johtua drejt për zdrejti për gjendjen put shqiptare dhe kriptokatolike apo laramane. Atëherë u ashtroi atyre pyetjen pse jetoni kështu, nuk jeni as turq, as shqiptar, nuk jeni as të krishterë, as musliman. Ata i treguan arsyen se e kanë gjetë një farë mënyre mbijetese, modus vivendi, si thuhet në gjuhën latine, sepse tatimet e mëdha, kërcënimet dhe rrezikimet që i kishin, ishin të tilla që nuk u mundsonin që haptazi e qiltas të dalin dhe të thojnë jemi shqiptar dhe jemi katolik. Ai atëherë i informoi mbi Tanzimatin. Tanzimati është reforma që perandoria turko-otomane e pat filluar në fund shekullin e 18, në fillimin e shekullit e 19. E në Tanzimat ishte fermani apo dekreti mbi lirin fetare, 1839. Atëherë perandor ishte Abdyl Mexhidi dhe ai e kishte nënshkruar dekretin apo fermanin mbi lirin fetare, ku tekstualisht thuhej gjithë qytetarët e perandorisë turko-otomane janë të barabartë në të drejta dhe detyrime, dhe e mlohej e drejta e jetës, e drejta e nderit, e drejta e pronës dhe e drejta e përkatësisë fetare. Atë ju tha, ju e keni dekretin, e keni fermanin e mbretit që ju garanton lirin fetare. Të partë tanë u gëzuan
për këtë shpjegim që ju dha atë Anton Marojevici dhe me njëherë thanë do të bëjmë diçka që të merremi vesh rreth kësaj situate. Dhe formuan këshillet që i kishin të pleqshve dhe stubla, Binqa, Vërnakolla dhe Terziaj në vitin 1846 vendosën të vinë të atë Anton Marojevici edhe ma tepër të vinë të Zoja Cernagore apo Zoja e Malit Zi të Karadakut dhe aty të bajnë betimin. Të vdesim po e të tratojmë jo. Dhe pas kësaj shkuan të Bek Gjinolli në Gjilan dhe u dëshmuan. Jemi shqiptar dhe jemi katolik. Pra ishte dëshmia e dyfisht kombëtare dhe fetare. Mirë po Bek Gjinolli si një laraman jo fort i mirë, ju tha, s'keni nevojë ta bëni këtë gjë, edhe unë jam si ju dhe jam përfaqësuesi i qeverisë apo perendorisë turko-otomane në këtë zonë. Ata i thanë, ne nuk heqim dorë, as kërcënimet, as premtimet nuk u ndrruan mendjen dhe atëherë Bek Gjinolli i zemruar dhe i hidhruar i burgosi ata dhe vendosi kushdo të shpallët shqiptar dhe katolik s'mund të jetoj më në vilajetin e Kosovës. Çfarë na mëson kjo vendosmëria e tyre për besimin dhe ndërgjegjjen e jetën? Na mëson shumë vetëdijsimi, orientimi, përcaktimi dhe motivimi. Kush nuk i ka këto elemente jeton rastësisht. Ata e kuptuan se janë në një rrugë pa shtek dalje dhe atëherë vendosën del ku të del, ne nuk mund të heqim dorë prej vetës dhe të vërtetës. Prandaj dëshmia e tyre ishte dashur të jetë një qortim shumë serioz i ndërgjegjës të shpirtit ton si kombëtar, po ashtu edhe fetar. A është kjo trashëgimi ende gjallë në familjet e Karadakut, në ato zona të cilat nuk kanë pas kujtësime të bashkangjitet me këto familjet me ty në fshatrave, në ato fshatrat e vogël të tjerë? Ata kanë pritë se si do të kalojnë, kur e panë se kanë kalu shumë keq dhe i kanë shpëngull, i kanë lidhë në pranga deri në 54 dhe kanë marrë rrugën e martirizimit prej këtyre vendbanime në Gjilan, prej Gjilanit në Prishtinë, prej Prishtinës në Shkup, prej Shkupit në Selanik dhe në Selanik disa ditë janë në Përburgje dhe pastaj ata që i mbijetuan, se një pjesë e madhe e njerëzve vdiqën gjatë rrugës, atëherë i qitën me një anit vjetër dhe i përcëllën për Anadoli, për Turqi. Izmir është zona kur se vendbanimet ku i vendosën ishin Moçalike dhe është Mohaliqi dhe Filadarja. Kështu dështën të shpizojnë. Për këtë Karadaku ishte atëherë paka shumë laraman dhe shqiptarë të fshehur, e laraman, do më thonë të krishterë të fshehur, kur e panë se çka ju ndodhi, atëherë u strukën dhe nuk u paraqiten si të tillë. Cila ishte sakrifica e atë Antonit në gjithë këto ngjarje? Atë Antoni është protagonisti, si vjetë kemi të përkujtojmë, është 170 vjetori i vdekjes së tij pikërisht këtu në Letnicë, natën e festës e ujit të Bekum, apo zojës, apo diftimit, apo tre mbretërve si që qunë populli, para derës së kishës psoi infarkt dhe ra i vdekur në tokë. Dëshmia e tij e madhe tregon se ai ishte frymëzuesi, ishte motivuesi. Pa te, ne do të ishim ende në gjendje si që është një pjesë e madhe e popullatës që e kanë vetë dijen se janë laraman, prandaj konsiderohen si të krishterë dhe de facto, apo faktikisht, nuk janë as të krishterë, as musliman. Prandaj pa atë Anton Marojevicin, stubla Vërnakolla, Binqa dhe Terziajt do të ishim ende në gjendje
të mëparshme, do me thonë laraman nga aspekti fetar, por fatkeqësisht laraman edhe në aspektin kombëtar. Siç po e shohim, atë Antoni ka rëndësi të madhe për gjithë anën tonë të Karadakut. Çfarë nuk duhet të harrojmë ne sot si popull i jonë i Karadakut, që të përkushtohemi më shumë rreth këtij varri ose rreth këtij përkujtimi dhe rreth kishës së Letnicës. Unë mendoj se për atë Anton Marojevicin duhet të studiohet, të shkruhet shumë më tepër. Unë nuk jam historian, por merrem me histori aq sa ajo më na përket neve dhe me ndriçimin e saj. Në këtë përvjetor ishte dashur ndoshta famullit për rreth të organizojnë shtegtime të vinë të varri i tij për të gjetur frymëzim dhe motivim çka do të thosh ta dish kush je, ta dish çka do dhe ta dish si do ta realizojsh këtë. Janë 3 elementet identitare pa të cilat nuk ka as këmbë, as fe. Sepse një njeri i cili jeton rastësisht dhe jeton sipas rrethonat, apo rrethonat e modelojnë edhe e krijojnë, është njeri i rastit e jo njeri i cili e din se kush është, çka don dhe si don të jetojë. Megjithatë ne e dimë se familja e Stublës e ka një datë caktuar që vjen për shtëktim deri te ky varr. Është e rëndësishme që të caktohet të prapë edhe viti përkujtimor, data e vdekjes së tij, pikërisht me datën 5 janar. Mirë, kushtet atmosferike dihet se janë librit e ne është i ftoftë apo është i egër, nuk do me thonë, krejt viti është i kushtuar 170 vjetorit e vdekjes së tij. Prandaj edhe kur të vinë mërgjimtare tanë gjatë qeshorit, gjatë korrikut, gjatë gushtit, mund të bëhet disa herë ai shtegtim, sepse mërgjimtare tanë shpesh herë ankohen, sidomos mërgata e Zvicrës, se ata duhet të kthehen, nuk janë as për festën e Zojës Madhe, as për festa tjera. Prandaj është mirë që të mendojmë dhe të planifikojmë disa shtegtime dhe disa mesh dhe të jo bajmë me dije mërgjimtarëve tanë. Ky është njeriu i cili na vetëdijsoi dhe na përcaktoi. Ky është njeriu i cili na mundsoi që vetëdia jon edhe kombëtare shqiptare, edhe fetare krishterë katolike të kullohet dhe të pastrohet dhe të jetë thesar i madh për ne dhe për pasardhësit tanë. Pra, siç po e shohim rëndësinë e atë Antonit, pa të thoya se nuk do të kishte shqiptar specifike, si do ta vlerësojnë në këtë drejtim. Ai edhe pse ishte kroat, njerëzit e tanë ju ka thonë ju duhet të jeni vetvetja dhe duhet ta dini se kush jeni. Nëse jeni shqiptar, atëherë duhet të jeni me bindje, me orientim, me përkaktim, me këtë qenien tuaj. Nëse jeni të krishterë dhe katolik, duhet po ashtu të jeni, jo për sy e faqe, jo për mënyrën rituale, jo për formalizëm, sepse formalizmi është një robrim dhe një e keqe. Të bëjmë diçka për sy e faqe, pse e bën dikush ose e bëjnë tjerë, apo mos bëjmë diçka se nuk e bëjnë të tjerët. Prandaj atë Anton Marojevici e ka demaskuar këtë lloj kripto edhe fetar, edhe kombëtar, apo këtë fshehtësi dhe ju ka dhënë mundësi njerëzve që ata të vetëdijsohen dhe të përcaktohen, edhe pse me martirizim e me gjak e kanë paguar, po kjo është një traditë e ndershme, një traditë e lavdishme, e cila na tregon se si njerëzit e tanë kanë qenë të gatshëm për flijim dhe për martirizim. Kjo duhet të jetë e pranishme në shpirtin dhe qenien e çdo njeriu. Kush nuk është i aftë për flijim dhe martirizim në rrethana të reja, ai do të psoj, po do të psoj keq, pa vetdije dhe pa orientim. Besoj që ky ndoshta është mesazhi më i mirë që morëm nga martirët
Unë mendoj se nuk është koha e martirizimit, por është koha e vendisimit, orientimit, përcaktimit dhe motivimit, sepse njerëzit jetojnë në kushte dhe rrethana krejtësi tjera, mas 170 vjetë shumë çka ka ndryshu, po mos të harrojmë shpirti, zemra, ndërgjegja njerëzore, ndërgjegja kombëtare dhe ndërgjegja fetare duhet të jetë gjithmonë vigjilente apo e pranueshme. Ja, pra kështu të nderuar djegës, pam se sot këtë vetë është 170 vjetore dhe e falenderoj Monsinjor Lozh Gjergjën për sinqeritetin e këtë bisedë dhe për dëshminë tuaj. Nga Letnica në këtë ditë përkujtimore, për atë Antonin kujtoj martyrët tanë, edhe të tjerë që dëshmuan për fenë dhe ndërgjegjën dhe që na ndihmuan ta dokumentojnë këtë histori. Lavdije për jashtëm martyrët tanë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë.